Para se të filloj me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mjeku i njohur rus i nxjerr jashtë loje farmacit. Digjni një gjethe-dafine dhe mos blini ilaçe. Digjni një gjethe-dafine në shtëpinë tuaj dhe zbuloni mrekullin që do të ndodhë. Zakonisht, ne përdorim bimë dhe erëza të ndryshme për të shijuar ushqimet, pa menduar se këta përbërës të kuzhinës mund të përdoren edhe për qëllime të tjera. Një rast i tillë për shembull është përdorimi i gjetheve të dafinës. Jemi të sigurt se shumë prej jush nuk e dinë se aroma e veçantë dhe dallueshme e gjetheve të dafinës ka efekte tepër qetësuese për trupin e njeriut. Gjethet e dafinës kanë qenë prej shekujsh pjesë e mjekësisë natyrore. Vitet e tyre të fundit janë parë edhe vetitë e saj shëndetësore. Vetitë e tyre të jashtëzakonshme mjekësore, si vetitë e forta antiinflamatore dhe qetësuese, janë të njohura dhe janë përdorur gjërësisht që nga qytetrimet e lashta. Përveç kësaj, besohet se gjethet e dafinës mund të mbështesin edhe në trajtimin e epilepsisë. Edhe sot, shumë praktikues të mjekësisë natyrore pranojnë përfitimet e mahnitshme shëndetësore të gjetheve të dafinës, të cilat përfshin uljen e hipertensionit, mbrojtjen nga pagjumësia, stresi, si dhe kontrollin e nevojës së kolesterolit në gjak. Për të marrë përfitime shëndetësore të gjetheve të dafinës, mund t'i shtoni ato në ushqime ndërsa i gatuani, ose t'i ndizni lehtë dhe me kujdes në një tas rezistent ndaj nxehtësisë dhe të lini aromën të përhapet ngadalë nëpër shtëpi. Djeja e gjetheve të dafinës është shumë e dobishme në relaksimin e muskujve, për të qetësuar mendjen dhe për të përmirësuar gjendjen shpirtërore. Gjethet e dafinës janë gjithashtu si një ilaç i fuqishëm kundër furtarës së zezë. Nëse insektet kanë pushtuar kuzhinën ose oborin tuaj, përdorni gjethet e dafinës për t'i sprastruar. Vështirë se mund të gjeni një zgjidhje më të mirë se gjethet e dafinës për shkak se janë krejtësisht të sigurta për të përdorur edhe kur keni vërdall të vegjël ose kafshë shtëpiake. Aroma e tyre e fuqishme funksionon si një mënyrë mrekullibërse për të larguar furtarën e zezë ose edhe insektet e ngjashme. Ekspertët, kryesisht mjekët rus, të këshillojnë përdorimin e gjetheve të dafinës si një zgjidhje mjaft të mirë alternative për të mbajtur larg furtarën e zezë dhe insektet nga shtëpia, si dhe për të qetësuar muskujt. Nëse shtëpia juaj është të pushtuar nga insektet, duhet të digjni gjethet e dafinës në ambientet e shtëpisë. Aroma e tyre do të bëjë që ato të qëndrojnë larg dhe kështu do të evitoni blerjen e ilaçeve dhe pesticideve të shtrenjta. Dafina është të përdorur nga paraardhësit tanë për të përgatitur edhe sapunëra për të pastruar rrobat ose enët e kuzhinës, veçanërisht në rastin e shfaqjes së problemeve të imunitetit. Qytetrimet e lashta e përdorin dafinën për të trajtuar problemet të mushkërisë. Në ditët e sotme vlerat e dafinës shkojnë nëpërtej dhe përfshihen në stomak dhe në veshka. Gjethet e dafinës janë fantastike dhe kanë aftësinë të detoksifikojnë trupin, ngadalsojnë procesin e plakjes, përshpejtojnë procesin e shërimit, mbrojnë organizmin nga infeksionet, mbajnë diabetin në kontroll, përmirësojnë shëndetin e zemrës, reduktojnë inflamacionin, rregullojnë frymëmarrjen, përmirësojnë tretjen, lehtësojnë dhimbjet nga reumatizma, luftojnë bronkitin, parandalojnë gripin e shumë të tjera. Gjethet e dafinës vinë nga familja Laurus nobilis, vendlindja e të cilës është mesdheu. Kjo bimë ynore është e pasur me vitaminën C, vitaminën B dhe A. Kjo e fundit është një antioksidant natyral që njihet për vetitë e saj mbrojtëse për shikimin, por edhe në mbrojtjen e mushkërive. Dafina ka në përmbajtjet e saj nivelet të mineraleve si bakri, potasi, kalciumi, mangani, hekuri, zinku dhe magnezi. Potasi ndihmon në mbajtjen në kontroll të rrahjeve të zemrës dhe tensionit të gjakut. Hekuri është thelbësor në prodhimin e qelizave të kuqe. Dafina është e mirë për sistemin tretës. Gjethet e dafinës kanë impakt të fortë në sistemin tretës si diuretik që ulin nivelin e toksinave nga trupi dhe reagojnë ndaj helmeve ushqimore. Përmbajtja organike e gjetheve gjithashtu ndihmon me tretjen dhe qetësimin në një stomaku të trazuar të zorëve, citon Brightside. Dafina ka ndikime pozitive edhe në sistemin e frymëmarrjes. Vaji i dafinës mund të përdoret për të lyer krahërorin dhe për të ndihmuar në problemet me frymëmarrjen. Nëse nuk keni mundësi të përdorni vajin, mjafton të zjeni ujin e dafinës dhe të shfrytëzoni avullin, që ju lehtëson dhe eliminon bakteriet e dëmshme që gjenden në sistemin e frymëmarrjes. Por kujdes se përdorimi i vajit të dafinës u ndalohet grave shtatzana. Dafina do të përmirësojë gjithashtu edhe shëndetin e flokëve tuaj.
Nëse doni të përmirësoni shëndetin e flokëve dhe të hiqni zbokthin, atëherë përdorni gjethet e dafinës. Lagini ato me ujë dhe fërkoni lëkurën e kokës pas larjes. Përbërësit e dafinës do të heqin zbokthin dhe do të zbushin lëkurën e thatë. Dafina ka efekte anti-inflamatore. Një nga vlerat më të çmuara të dafinës është se kjo bimë redukton inflamacionin në organizëm. Gjethet kanë në përmbajtje të tyre element të njohur parthenoid që reduktojnë irritimin e zonave të caktuara që mund të jenë të prekura nga artriti. Dafina është e mirë gjithashtu edhe në shëndetin e zemrës. Gjethet e dafinës kanë në përmbajtje të tyre acid kafeik dhe rutin, dy element që japin zemrës forcë. Rutina forcon kapilarët e gjakut në zemër, ndërkohë që acidi largon kolesterolin e keq nga sistemi kardiovaskular. Dafina është e mirë kundër radikaleve të lira. Kombinimi i fuqishëm i antioksidantëve që gjenden te dafina mbrojnë organizmin nga radikalet e lira që shkaktojnë mutacione të qelizave të shëndetshme. Këto përbërës parandalojnë një mutacion të tillë. Dafina është e mirë kundër stresit dhe kundër pagjumësisë dhe ankthit. Dafina ka efekte lehtësuese, çliruese dhe qetësuese. Trumza, borziloku dhe dafina kanë në përmbajtje të tyre linalol, element që ul hormonet e stresit në organizëm. Ndaj gjethet e dafinës të ndihmojnë të qetësoheni edhe në momentet më stresuese kur ankthi është tepër i lartë. Gjethet e dafinës janë të mira kundër luhatjeve të sheqerit. Gjethet e dafinës kanë një lidhje direkte me rregullimin e niveleve të sheqerit. Konsumi i rregullt i gjetheve ul mundësinë për të përhapur edhe një luhatje theksuare e sheqerit. Vaji i ullirit me gjethet e dafinës është i mirë për të trajtuar varicet dhe dhimbjet e kyçeve. Përbërësit që u duan në përgatitjen e tij janë 60 gram gjethe dafine të njoma ose të thata, 500 ml ose 2 gota me vaj ulliri. Mund të shtoni rozmarin për aromë. Udhëzimet e përdorimit. Së pari, coptëzoni dhe shtypni gjethet e dafinës. Hidhini në kavanoz qelçi dhe mbuloni me vaj ulliri. Mbylleni kapak komfort dhe lini në një vend të errët dhe të freskët për 14 ditë. Her pas here, shkundni kavanozët e qelçit që të lejohet përzierja e një trajçme. Pas 2 javësh këshillohet lëngun me një nap që ta mbani të pastër. Vajin shëruese fusni në një shishe qelçi dhe mbani në një vend të ftohtë dhe të errët. Përdorimi i tij mund të bëhet në këtë mënyrë. Vajin me dafin. Mund ta ngrohni në avull dhe më pas ta përdorni të fërkoni kyçet dhe gjymtyrët që keni dhimbje. Përveç kësaj, vajin shërues mund ta përdorni për të trajtuar ulçërën limfatike, migrenën dhe infeksionet e veshit. Nëse keni dhimbje të forta të kokës, aplikoni në 2 anët e kokës. Dhimbjet e kokës do të ikin në pak kohë. Këtë vaj mund ta pini edhe për problemet e stomakut, të mërcis dhe oreksin. Mund të konsumoni një lugë gjethe në mëngjes esëll për 30 ditë. Recetën e përsërisni nëse e ndjeni të nevojshme. Me dafin mund të lehtësoni gripin, bllokimet e sekrecioneve. Kura me avullin e lëshuar nga dafina i hap rrugët e frymëmarrjes dhe zhbllokon hundët. Ekspertët rekomandojnë zgjerrjen e disa gjetheve të dafinës në 2 gota me ujë. Pasi uji të ketë marrë val, hiqeni nga zjarri dhe hidhni në një enë tjetër. Mbulojeni kokën me peshqir dhe mbani fytyrën pranë enës. Merrni frymë thellë duke nuhatur aromën e këndshme të dafinës. Ju mund të përgatisni një shurup kolle të përgatitur në kushte shtëpie. Dafina përbën një mënyrë efikase për të lehtësuar kollën e thatë. Kundër kollës, përgatitet shumë lehtë në kushte shtëpie ky shurup. Në një tenxhere ose çajnik, udhëzohet që të hidhni 2 gota me ujë dhe më pas 6 gjethe të dafinës. Pasi të zjerë për 15 minuta, kulloni lëngun dhe e lini të ftohet. Lëngun e hidhni në një tas qelçi dhe shtoni 6 lugë gjedhe me sheqer kaf dhe lëngun e një limoni. Përzjeni mirë përbërësit me njëri tjetrin dhe lëngun e fusni në kavanoz me kapak, të cilët mund të ruani në frigorifer deri në 7 ditë. Ose edhe kompresat e gjetheve të dafinës mund të jenë gjithashtu një ndihmë shumë e mirë kundër bronchitit dhe zgjidhje shumë efikase në lehtësimin e këtyre problemeve. Është e rëndësishme që gjethet e dafinës të përdoren si duhen për të marrë vlerat e tyre. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.